Me këtë koncert, Shkolla Mesme Artistike Prenjakova në Shkodër ka nisur festimet e 65 vjetorit të krijimit të saj 1961-2026. Shkolla e Muzikës në 61-shin ka fillu klasën e parë me 25 nxënës. 61 deri 2026-65, sikur një talent kishte përgatitur në jetë, i ka pru shqiptarisë 65 talente. Megjithatë, mendoj që shkolla artistike ka pru shumë më tepër se 65 talenta, që kanë luajtur rol shumë të rëndësishëm së parit për Shkodër, së dytit për pjesën kryesore që ka kanë kryeqyteti i Shqipërisë, dhe shumica atyne kanë prosperuar në orkestra shumë të mira, si është televizorit dhe radios në Tiranë, plus në aktivitetin në tyne artistike kanë ballë në Akademinë e Arteve dikuar Instituti i Arteve. Ndërsa drejtori rajonal i arsimit Hasan Muça theksoi se sukseset e kësaj shkolle ndër vite, një institucion që mban emrin e kompozitorit të famshëm Prenjakova, i bëjnë krenar sot nxënësit dhe mësuesit e saj. Drejtori Kaftalli tha se është programuar që 65 vjetori i Shkollës së Mesme Artistike të përcillet me një cikël aktivitetesh artistike dhe kulturore. Ty kanë 65 vjetori dhe ty kanë viti 65 vjetorit, mendojmë që të hapim me një këtë koncert për ashtë një lloj inaugurimit dhe kena bu një limit në koncertin e datës 21 qershor, që është dita botërore e muzikës, dhe mbrana kësaj kohet ose harkut kohor, besoj që janë rreth 6 ose 7 aktivitete. 65 vitet e kësaj shkolle e përbën një kontribut të madh për këngën, muzikën dhe artet pamore, jo vetëm për Shkodrën, por edhe për mbar vendin.